të mira me na dhomë neve dhe shqiptare. Shumë lojme të mira, Komuna 5 vetë se ka publiku listën me 65 traktor të jepë si subvencion fermerëve të cilët të punojnë tokën. Po, të një lajmë tjetër. Kjo do t'jetë pjesa fillestare të dorëzimit, besoj bëhet me datën 20, jeni ftuar edhe ju si televizion, merr një pjesë në një, si themi, event kaq madhor në Republikën e Kosovës. Pa tjetër. Nuk jemi ne aty vetëm për ankesa, Valmir, vim edhe për raste të tilla. Kjo është faza e parë. Vitin tjetër do të dhurohen edhe 70 traktor. Këto e keni si lajm ekskluziv për juve. Edhe 70 traktor tjetër jenë vitin tjetër. Janë rritë subvencionet në 1.2 milion në drejtoratin për bujqësi. Pa tjetër, një lajmë shumë i mirë për gjithë bujqit fermerët apo ata cilët pra vendosin që të punojnë dhe kërkojnë një ndihmë sa do të vogël nga komuna. Kanë mbështetjen e komunës 5 gjithmonë jo sa do të vogël. Mirë po ndihmë shumë madhe bën Komuna 5 për fermerët e saj. Po flas për atë aspektin që sa do pak kur mendoni për ta, Selema kur ka subvencione të tilla është një ndihmë goxha e madhe për ta. Gjithmonë pranë qytetarit do të jetë Komuna 5 dhe për këtë zotohemi gjithmonë. Po i shohim. Valmir, të falenderoj shumë për kohën dhe për gjitha këto informacione. Do shkojmë tash tek një lidhje direkte. Kam në linjë të drejtë për drejtë edhe kryeshefin ekzekutiv të kompanisë pastrimi Petrit Reqica. Petrit, mirëmëngjesi, faleminderit për kohën. Mirëmëngjesi, Arta. Si po ju shkojnë punët andej nga pastrimi?